Mjeku zbulon të vërtetën. Ja çfarë ndodh nëse mbani urinën. Shpesh jemi duke u ngutur dhe në raste të tilla e dimë të përmbahemi nga shkuarja për të bërë nevojat e vogla. Durojmë, nuk kemi kohë ose thjesht jemi dembel. Mirë po kjo nuk është ide dhe aq e mençur. Trupi megjithatë na bën me dije që diçka duhet të bëjmë. Njeriu i rritur mund të mbajë gjysmë litri urinë në fshikës përpara se të hetojë nevojën e fuqishme për të urinuar. Atëherë trupi i dërgon porositë trupit që është koha të lirohet. Mirëpo nëse mbani urinën çdo ditë dhe shumë shpesh, kjo me siguri do të lërë pasoja. Mjafton vazhdimisht edhe mbajtja e urinës që të dobësojë muskujt e fshikës, gjë që mund të çojë në probleme urinare dhe mbajtje të urinës. Kjo do të thotë që nuk do të urinoni deri në fund dhe që vazhdimisht do të keni ndjenja që duhet të urinoni patjetër. Nëse vuani nga këto shqetësime, paraqituni tek mjeku.